Dëshira për të njohur të shkuarën e vendit dhe për të promovuar njerëzit punëtor vazhdon. Në fshatin Vajs të Vlorës, në vendin ku ka lindur poeti dhe patrioti i madh kombëtar Ali Aslani dhe eroi kombëtar Perlat Rexhepi, ndodhet një vend shumë i veçantë. Shpella Vajs është pika kyçe e fshatit, tashmë shndruar në atraksion për të gjithë turistët vendas dhe të huaj. Një bar, restorant dhe vend prodhimi bulmetrash, ideuar me një talent admirues nga vëllezërit Hitaj si Leonardi, Çlirimi dhe Taulandi. Çlirim Hitaj, njëri nga pronarët e Shpella Vajs, na tregon vështirësitë se si e nisën, por sot ai ka plotësuar ëndrrën e kaheshme për të shndruar restorantin në një vend turistik të mbushur plot me turistë, të cilët shijojnë gatimet tradicionale të zonës dhe prodhimet e tyre. Unë jam Çlirim Hitaj, një nga pronarët e Shpella Vajs. Ne këtë biznes tu e kemi filluar rreth viteve 97-98. Jemi 3 vëllezër bashkë, na vite shumë keq të shkonim në një vend kështu, aq i bukur në atë gjendje, shumë të keqe. Dhe vendosëm 3 vëllezër do investojmë në Vajs. Fillimisht e filluam bashkë me modernizimin e bashkës me pajisje të reja, duke u pajisur me pajisje të reja rritet dhe cilësia dhe klientët tanë janë shumë të kënaqur me produktet tona. Shumshin e mbledhin nëpër fshatrat e lumit Vlorës, bashkisë Lenic, duke filluar nga Kuçi, Bolena, Mavrova, Vajz. Kati i parë është Barxho. Aty përpunohet qumshin dhe magazinohet për të shitur gjatë gjithë vitit. Janë dhomat frigoriferike. Duke e parë që puna e Barxhos po vente mirë, ne vendosëm që më mbas të hapnim një restorant. E për ta bërë më interesant restorantin, vëllezërit vendosin të marrin një arkitekt të mirë, i cili do të bënte transformimin unik. Çlirimi na tregon se lokali është i vendosur brenda në shpellë, ku është ndërthurur stili antik me atë moderne. Lokali është i vendosur brenda në shpellë, dhe bashkë me shpellën është ndërthurur dhe modernia, të cilën e bën shumë të reqe nga gjithë klientët tanë. Edhe vendosëm një zirom lart në kat dytë mbi Barxho. Morëm një arkitekt të mirë, ai ndërthuri moderne me klasike. Dhe aty është gjithë bukuria që e pëlqen njerëzit. E rrethuar nga natyrë mrekullueshme, histori e veçantë, në fshatin që të presim me këngë polifonike, Shpella Vajs është vendi ideal për të kaluar fundjavën. Grupe të ndryshme të zonës mblidhen së bashku dhe këndojnë Buza Gaz, një ndjenjë e bukur që duhet provuar. Gatimet tradicionale të zonës është një tjetër arsye se pse Shpella Vajs është kaq e frekuentuar. Receta të vjetra të kohës të kthyera në ditët e sotme, mish i pjekur në prushe e shumë gatime të shijshme do t'i gjeni në menun e restorantit. Në restorant ne shërbejmë vetëm gjërat e zonës tradicionale. Mishin, bulmetrat, gjërat të tilla tradicionale të fshatit. Mishin e pjekur e pëlqen njerëzit. Mish shelegu dhe kec, byreqe, revanira, gjëra të tilla. Për të kompletuar projektin e tyre, Çlirimi na tregon se do ta zhvillojë këtë biznes, duke ndërtuar dhe bujtina për akomodimin e turistëve. Kjo sipas tij do të kompletonte fshatin Vajs. Hapi jon i radhës është për plotësimin e këtij resorti me bujtina. Kemi plan të bëjmë rreth 16 copë, se shikojmë që ka shumë kërkesa për akomodim. Këto dhoma do bëhen me sipas standardeve nga më të mirat, që çdo turist do vi këtu, të mos i mungojë as diçka. Përveç ushqimeve dhe prodhimeve të cilat prodhon Shpella Vajsës, të ketë dhe kushte të mira për t'u akomoduar. Një turist njihet me vendet e bukura të Amantjes, urën fantastike të Bratit dhe jo vetëm, e në fund të shijojë gatimet tradicionale të Shpella Vajs duke kaluar dhe një natë të këndshme. Tre vëllezërit Hitaj kanë bërë një mrekulli. Ka 27 vite që punojnë pa u ndalur. Tashmë, ata kanë një staf prej 14 vetash që punojnë. E në 3 ditë që ku ajo niste në fshat, për organizimin e Vajs Fest, ky vend ishte i tej mbushur plot e për plot. Njerëzit punëtorë dhe fjalë pak po shtohen dita ditës.
dhe disa prej tyre ne i gjetëm në fshatin Vajs. Në vendin e poezisë, kulturës dhe vendeve piktoreske, një vend që ju ftoj të kaloni një fundjavë të paharrueshme. Nuk më ngele diçka tjetër vetëm të ftoj të vini në Shpellën Vajs. Ju falenderoj.